shumë bukur. Atëherë, ke qëndruar në fakt shumë kohë jashtë larg intervistave, përse kjo zgjedhje? Po, duke qenë se ai bigu jon pati shumë sukses dhe u përfol shumë dhe u diskutua shumë, pas gjitha saj zhurme, jam fokusuar pak të punët e mia, të bizneset e mia, edhe kam gjetur atë paqen brenda vetes. Heidi, si da të thëja, ne kemi disa fansa që janë të përbashkët. Edhe duhet të bëjmë një përshëndetje sot, sepse më shkruajnë her pas here, të duam dhe ty dhe Heidi shumë. Patjetër, përshëndetje. Përshëndetje ka fan Qabi. Se janë shumë të mirë, nuk heqin dorë. Vërtet shumë të mirë. Atëherë, Bigun mendoj e ke ndjekur dhe pam Gjestin Eglin duke folur në një moment të publiciteti ku sqaronin çfarë po shohim, dy njerëz të dashuruar, dy njerëz që e kërkojnë njëri tjetrin, që duan të sqarohen, duan të afrohen, çfarë shohim dhe ja? Kur i shikon kështu duken, sidomos te ky klip i fundit që po përpiqen të sqaroheshin, duken shumë të këndshëm bashkë, edhe kjo është ajo gjë që ndoshta ti bie dhe beson një moment që kjo gjë mund të funksionojë. Por që nga fillimi ata të dy kanë kërkuar gjëra të ndryshme nga njëri tjetri, kanë folur një gjuhë shpirtërore të ndryshme dhe nuk janë kuptuar dhe kanë përfunduar në një situatë që është toksike. Dhe Egli vetë thotë që unë pres nga ty që të befasohen, pra dhe ajo e di dhe ndjen brenda vetes që kjo gjëja nuk ka shumë gjasa që të funksionojë dhe do ishte një befasi nëse do funksiononte. Analizojmë në fakt çdo fjali i thot betohu për motrën që me mu nuk e ke lojë, është e tepërt? Po ndoshta është ajo frika që një vajzë kur ndjen për një djalë, është ajo frika që mendon që ky ndoshta po luan me ndjenjat e mia, sepse ai gjithmonë ka qenë pak më i shkëputur. Nuk po them që ai ka luajtur, sepse nuk e mendoj Gjestin që është një djalë i pa shpirt, mendoj që ai është një djalë i ndjeshëm dhe me zemër të madhe, por që duke qenë se ka qenë më i shkëputur emocionalisht, nuk ka qenë aq i përfshirë, siç e ka thënë dhe vet. Mund edhe në disa momente ta ketë përdorur këtë gjën për vëmendje, jo për argëtim se është e shëmtuar, po diskutojmë brenda Big Brotherit. Çfarë do të ndodhi nga ky momente në diskutim, se janë pamje ekskluzive që ne mund të i transmetoni Molta ti si e mendon? Atëherë unë mendoj një çift shumë i dashuruar për lojë, vetëm në kuadër të lojës. Një çift që ka luajtur, që Egli ka aktruar që nga fillimi. Jo, se besoj ajo është. Olta ti e grua vet dhe ka mundësi ta përfundoj. Atëherë nëse ju quheni Olta, po ja u lej juve. Tani ta përfundoj unë mendimin tim, sido që ti dhe i gabuar, më lë të gaboj të paktën. Gabo. Ashtu. Gabim të mbar. Faleminderit. Unë se më thej je Egor, tani po bëj me qep, po bëhesh ti. Mendoj që Egli, do me thënë, e ka përdorur këtë pjesën në lidhje me Gjestin, ka dashur të fitoj pikë, ka dashur duke ditur që kur është futur Gjesti ka pasur shumë fan base, Egli e ka ditur që nga Big Kosova dhe ka dashur ta shfrytëzoj. Dhe jo se ka bërë keq, shumë mirë ka bërë, sepse loja atje ti shikon një lojtar që është i pëlqyer dhe do ta shfrytëzosh. Shumë mirë, po ka eskaluar shumë situata që ti të kërkosh një dashuri të pamundur duke tjetri duke ta vënë në dije dhe ti të shkelesh mbi veten tënde, mua kjo nuk më duket dashuri, më duket aktrim i kthyer në obsesion nga ana e Eglit, sepse mua nëse njëri më mbyll rrugën dhe më thot nuk të dua, atëherë unë e kam marrë përgjigjen. Por edhe Gjesti e ka luajtur, jam dakord. Edhe Gjesti ka luajtur sepse ka dashur të luajë, nuk e ka mbyllur rrugën 100%. E ka lënë gjithmonë të hapur. Flasim për çfarë do ndodhi në fakt në vazhdim. Në vazhdim unë mendoj që këta të dy do kenë një lidhje, një finalizim. Sepse edhe Gjesti po i thotë që kthehemi si në fillim. Dhe unë mendoj që i duhet për lojë kjo. I duhet për lojë, Egli të shkojë në finale dhe Gjesti të jetë fituesi Big Brotherit. Është normale. Duhet ta finalizojnë këtë pjesë. Duhet ta finalizojnë se nuk shkon. Nuk shkon më. Është 3 muaj që është mbajtur kjo lidhje, triqe mos e kput. Për çfarë? Për të arritur njërin finale se njëri është fituesi, nuk janë të dy. Ai që të do, ai që të do, ka mënyrë rekuperimi në javët e fundit për fansat, për këtë çiftin. Hajde me zor, ai që të do. Ai që s'të do nuk mundet të doj më mbrapa. E kupton, është e pamundur. Se ka shumë gjëra që s'të rresin. Domethënë dy javët e fundit nuk mendoj, unë domethënë është dhe ky kundërshtim tjetër. Nuk mund të recuperojnë fansat e një çifti që dy javët e fundit në momentin. Dy javat janë si 2 muaj, se je 24 orë, duken 2 muaj. Unë kështu e kam mendimin. Ti mendon që Gjesti po e favorizon Eglin?
Po normale, që po e favorizon për qenë pjesë e finale, sepse Gjesi do që tjetë Egli pjesë e finales. Ronaldo, jene kontradiktu se ta shpërndajmë pak diskutimin. Nëse thua që nuk e dua, atëherë si e dashka në finale. Nuk e do për ta pasur partnere, jo për lojtare në finale, sepse dhe ai e di po pse nuk e kupton Gjesi që Egli e ka ulur pak imazhin e vet nga gjitha ato gjëra që ka bërë atje. Unë të lash të gaboje. Faleminderit. Tani ma rikupero ti gabimin. Ta rikuperoj gabimin që ti bëre. Pikërisht kjo që analiza që ti sapo bëre dhe çdo i ftuar në studio televizive këto 4 muaj kam bërë, është gracka e Egli Takos dhe Gjestit, sepse nuk ka ndodhur asnjëherë në 4 Big Brothera dhe ky është raporti më i veçantë që ka pasur ndonjëherë Big Brotheri. Në patjetër shqipe. Dhe nëse në 3 Big Brother të tjerë ne kemi pasur çifte që finalizoheshin që javën e parë, javën e dytë, pastaj ndaheshin. Kanë qenë më të shëndetshme si çifte, do thënë, kanë qenë çifte që shprehin pushimin dhe zhvillohen në një mënyrë më unikal sepse ne kemi 4 muaj në studio televizive diskutojmë, e do ai Eglin, e do Egli atë. Dhe le t'i themi gjërat hapur siç janë. Nëse do flasim në aspektin njerëzor të dashurisë, ne nuk mund ta gjykojmë sepse ne nuk dim vetë se si dashurojmë në periudha të ndryshme të jetës. Le të bëhemi njerëzor këtu. Nëse do flasim, Ronaldo, nëse ti të dashuroje një vajzë, do e lejoje që të denigronte veten deri në atë pikë? Dhe kuptojmë veten ku Ronaldo, përgjigj pak lutem, nëse ti të dashuroje një vajzë. Do e lejoje që të denigronte veten deri në atë pikë sa e ka denigruar Egli? Varet rrethanat ku ndodhesh. Rrethanat ku ndodhesh? Rrethanat ku ndodhesh. Dhe sot jemi përballë. Ti shikon që ajo femër po fundoset dhe ty të pëlqen ta shikosh në atë pikë që po shkon. Atëherë, varet nga rrethanat ku je dhe këto 2 njerëz janë në Big Brother për të fituar 100.000 euro. Po pra unë po luaj, ta kam thënë po aktrojnë. Çfarë ndodhi Ronaldo sipas te nga ky moment? Të mund çfarë ndodhi. Vëllai e motor përfundoi në gjyq për 10 milion lekë borxh apo për 1-2 lumto. Le të bëhemi fair. Jemi përballë një fakti, Heidi. Unë vjet kam thënë në përfundim të fan klubit, pavarësisht që Egla Cena nuk e kisha kritikuar për 3 muaj me radhë, ama në fund i dhash hakun dhe thash kush e ka bërë këtë Big Brother? Këtë Big Brother treshin e bëri Dhoma e Bardhë, që bëri Egla Meritonin. Pyetja është kush e bëri Big Brother 4? Çfarë do të mbajnë mend njerëzit nga Big Brother 4? Dhe unë jam i sigurt që do të mbajnë mend Eglin dhe Gjestin.